Këto janë 5 gjëra që duhet të dish përpara se të vizitosh Pragën. 1. Mos paguaj me euro nëpër dyqane. Shumë vende i pranojnë, por kursi është katastrofë. Shkombej eurot në exchange zyrtare si eExchange.cz ose paguaj me kartë duke shpangur çdo pikë këmbimi që tregon qartë komisionin. 2. Transporti publik është i jashtëzakonshëm dhe shumë i lirë. Metrot, tramvajet dhe autobusat funksionojnë për mrekulli. Bileta për 30 minuta kushton vetëm 1.2 euro. Por, për më shumë lehtësi, merr një bilet 24 orëshe për vetëm 4.8 euro dhe lëviz sa të duash. 3. Ushqimi më i mirë dhe i lirë gjendet larg qendrës. Restorantet në sheshin kryesor janë të shtrenjta dhe turistike. Për ushqim autentik, provo gulash, zviçkova dhe birat vendase. 4. Disa atraksione kërkojnë rezervim para prak. Nëse do të vizitosh shkullën astronomike, pallatin mbretëror apo Jewish Museum, bëj rezervimin online. Sidomos në sezonin e verës, kur radhat janë të gjata dhe biletat shiten shpejt. Dhe fundit ka të bëjë me Prag Cool Pass. Kjo është një kartë digjitale në telefon e cila kushton rreth 65 euro dhe përfshin mbi 70 atraksione dhe është super praktike nëse planifikon të vizitosh të paktën 3 deri në 4 atraksione në ditë dhe të kursen më shumë kohë dhe para. Praga është një qytet fantastik, por këto 5 këshilla do të bëjnë përvojën tuaj më të lehtë dhe më të bukur.